Një vrasje ka ndodhur mes ditën e së shtunës në fushticë të Drenasit. Viktima Ragip Shala ka vdekur në qendrën e mjekësisë familjare në Komoran, pasi nuk ka mundur të mbijetoj plagëve që kishte marrë. Derisa sot, policia ka bërë të ditur se është arrestuar edhe i dyshuari. Klan Kosova moson se i dyshuari lidhet me vrasjen, është VB Plakaj, derisa ende nuk dihet se cili është shkaku që çoi në këtë ngjarje të rëndë. Po ashtu është konfiskuar edhe një pistolet, një fishek dhe një gëzhoj. Personat e përmendur në këtë artikull sipas ligjeve të Kosovës konsiderohen të pafajshëm deri në vendimin e formës së prerë nga gjykata. Presidenti Vjosa Osmani tha se edhe çështja e zgjedhjes së presidentit është përmendur në takimin me liderët e partive politike. Osmani i skadon mandati në mars 2026, ajo përmendi rrezikun që vendi të shkojë edhe në një palë zgjedhje vitin e ardhshëm nëse s'ka pajtim për zgjedhjen e presidentit. Ajo nënvizoi nevojën për presidentin e vendit të zgjidhet drejt për drejt nga qytetarët, mirë po për këtë nevojiten ndryshime kushtetuese. Një situatë e tillë u përmend pak a shumë për me paralajmëruar se mund të kemi 2 palë zgjedhje në 3-4 muajt në vijim. Kjo është situatë e rëndë, jo vetëm për KQZ-n, por edhe si një situatë ku qytetarët për një periudhë të gjatë i bie që të mos i kenë institucionet e veta kushtetuese. U diskutua edhe mundësia që të kemi zgjedhje të drejtë për drejta të institucionit të presidentit nga populli. Kjo është një mundësi që unë e shoh dhe përkrah plotësisht, përfundoi presidentja aktuale e Kosovës Vjosa Osmani.